Përshëndetje goca, një përshëndetje. Si jeni, si keni kaluar? Shpresoj që të jeni mirë edhe lu Zotit jeni mirë. Atëre, unë erdha në shtëpi se do skuq partigianit, se do bëj sonde parmigiana. Besoj se të shumti e din, se e di që nuk është koha akoma e partigianëve, po s'kemi çfarë gatuajmë. To janë kushtet. Do t'i pres të gjitha kështu tani në feta tolla, edhe do t'i skuq, se pas e viti prapë në punë. Kam dhe 4 punë tjera, e ngra drekën, mura një lavatrice, në zora lavatricen tjetër, e kam robët e legeni, filloj partigianin me të skuqur, edhe do t'i ndjer jashtë se kemi një ditë, themi, është diell, po është çik freskët, po rrjedh mirë. Këtu po përgatis edhe salcën, se më duhet salcë për partigianën, edhe këshuja. Ju që keni bërë sot për dreke, keni ngrënë drekën apo jo, kush është në punë, me krahë të lehta edhe mos u lodh shit kur. Unë për veten time jam e lodhur, se kur janë këto festa, se ne datë 25 këtu në Itali kemi festë, edhe ka shumë njerëz që vinë blejnë verë, se të shtunë të dilja në shtëpi. Edhe javën tjetër prapa shu e kemi, se bie një maj bie të premten, edhe janë premtet shtunë diell. Atëherë, partigiani duhet të prije në këtë dimension, kaq të trasha. Pastaj ndarë kur të bëj video, kur t'i përgatis do t'ju them, për kush nuk e di se thash, ka shumë njerëz, pastaj ka dhe njerëz që i bëjnë në mënyrën e vet parmigiana. Unë do t'a bëj parmigiana klasika. Nuk i shtoj asnjë gjë, se prandaj ka emrin parmigiana, se kjo bëhet salcë, borzilok, partigian, edhe djath, që i thonë, i grirë që është këtuja, edhe që këshuja, kjo normal që do t'i shtoj dhe mozzarellën brenda, por ka që i shtoj një prosciutto, jo gjëra tjera, unë jo, do t'a bëj klasika dhe është me mirë, edhe me shishme, dhe fëmijët e mi janë është mase. Në këtë mënyrë mund t'i bëni dhe kur i skuqni, dhe t'i bëni i moltini, i thonë, i melanzane. Është e njëjta gjë, vetëm se ato nuk janë klasike, janë, ti mund t'i shtosh prosciutto crudo, prosciutto cotto, mortadella, mund t'i shtosh çfarë të duash ti, e sipas dëshirës. Inshallah më del koha që mund t'i skuq të gjithë, se kur e ke orën të numëruar për atë Zot, shihemi sonde njerëz të dashur, mirë pafshim, se unë do filloj të skuq partigianët edhe kalofshi sa më bukur, një mbasditë të bukur.